Data 21 Korrik. Gjyqtarët, kapitulli 4. Pas vdekjes së Ehudit, bijtë e Izraelit rifilluan të bëjnë atë që është e keqe në sytë e Zotit. Dhe Zoti dha në duart e Jabinit, mbretit të Kanaanit që mbretëronte në Hatsor. Komandanti i ushtrisë e tij ishte Sisera, që banonte në Harosheth të kombeve. Dhe bijtë e Izraelit i klitën Zotit sepse Jabini kishte 900 qerrë të hekurta dhe prej 20 vjetëve shtyp të rënd bijtë e Izraelit. Në atë kohë, gjyqtare e Izraelit ishte një profete, Debora, gruaja e Lapidothit. Ajo e kishte zakon të ulej nën palmen e Deboras, midis Ramahut dhe Bethelit, në krahinën malore të Efraimit, dhe bijtë e Izraelit vinin tek ajo për të kërkuar të drejtën. Ajo dërgoi të tharras Barakun, birin e Abinoamit, nga Kedeshi Neftalit dhe i tha: A nuk të ka urdhëruar Zoti, Perëndia e Izraelit, shko, marsho mbi malin Tabor dhe merr me vete 10.000 burra nga bijtë e Neftalit dhe Zabulonit? Unë do të tërheq në drejtimin tënd në përrojnë Kishon Siseran, komandantin e ushtrisë e Jabinit, me gjithë qerret dhe trupat e tij të shumta, dhe do ta dorëzoj në dorën tënde. Baraku ju përgjigj: Në rast se vjen me mua, unë do të shkoj, por në qoftë se ti nuk vjen me mua, nuk kam për të shkuar. Ajo tha: Do të vi me siguri me ty. Megjithatë në rrugën që je duke ndërmarr, nuk ke për të siguruar asnjë lavdi për vete, sepse Zoti do ta dorëzojë Sisera në duart e një gruaje. Pastaj Debora u ngrit dhe shkoi me Barakun në Kadesh. Baraku thirrri Zabulonin dhe Neftalin në Kadesh. Ai lëvizi në krye të 10.000 burrave dhe Debora shkoi bashkë me të. Heberi, Keneu, ishte ndarë nga Kenejt pasardhës të Moabit, vjerrit të Mojsiut, dhe i kishte ngritur çadret e tij në lisin e Canimit që ndodhet pranë Kedeshit. Sisera si thanë që Baraku, biri i Abinoamit, ishte ngjitur në malin Tabor. Kështu Sisera arreshtoi tërë qerret e tij, 100 qerret hekurta dhe tërë njerëzit që ishin me të nga Haroshethi i kombeve deri në përruan e Kishonit. Atëherë Debora i tha Barakut: Çohu, sepse kjo është dita që Zoti e dorëzoi Sisera në dorën tënde. A nuk ka dalë vallë Zoti para teje? Kështu Baraku zbriti nga mali Tabor, i pasuar nga 10.000 burra. Zoti e mundi Siseran, të gjitha qerret e tërë ushtrinë e tij, që u shfaros me shpatë përpara Barakut, por Sisera zbriti nga qerrja dhe iku me këmbë. Por Baraku i ndoqi qerret dhe ushtrinë deri në Harosheth të kombeve, dhe tërë ushtria e Siseras u shkatërrua nga goditjet me shpatë, nuk shpëtoi as edhe një njeri. Ndërkaq Sisera kishte ikur me këmbë në drejtim të çadrës së Jaelës, gruas së Heberit, Keneut, sepse mbretëronte paqja midis Jabinit, mbretit të Hatsorit, dhe shtëpisë së Heberit, Keneut. Atëherë Jaela doli për të pritur Siseran dhe i tha: Hyr zotëria im, hyr tek unë, mos ki frikë. Kështu ai hyri tek ajo në çadër dhe ajo e mbuloi me një mbulesë. Pastaj ai tha: Më jep pak ujë për të pirë se kam etje. Kështu ajo hapi calikun e qumështit dhe i dha për të pirë. Pastaj e mbuloi. Ai i tha: Qëndro në hyrje të çadrës dhe në rast se vjen dikush dhe të pyet: A ka njeri këtu? Ti do t'i thuash: Nuk ka njeri. Atëherë Jaela, gruaja e Heberit, mori një kunj të çadrës dhe një çekiç dhe i ofrua ngadalë atij dhe i nguli në tëmbë kunjin, që u fut në tokë. Ato e kishte zënë një gjumë i thellë, ishte i sfilitur dhe kështu vdiq. Por ja ndërsa Baraku ndiqte Siseran, Jaela doli për ta takuar dhe i tha: Eja me mua dhe do të tregoj njeriu që kërkon. Ai hyri në çadrën e saj dhe ja, Sisera derdhje i vdekur me kunjin në tëmbëthat. Kështu atë ditë Perëndia e poshtroi Jabin, mbretin e Kanaanit, përpara bijve të Izraelit. Dora e bijve të Izraelit u bë gjithnjë më e rëndë mbi Jabin, mbretin e Kanaanit, derisa arritën ta shkatërronin plotësisht Jabin, mbretin e Kanaanit. Veprat e apostujve, kapitulli 8. Por Sauli e kishte miratuar vrasjen e tij. Por në atë ditë u bë një përndjekje e madhe kundër kishës në Jeruzalem, dhe të gjithë u shpërndanë nëpër krahinat e Judes dhe të Samaris, përveç apostujve. Dhe njerëz të devotshëm e varrosën Stefanin dhe bën gjëm të madhe për të. Por Sauli po shkatëronte kishën, hynte shtëpi më shtëpi, duke tërhequr zvarr burra dhe gra dhe i fusën në burg. Ata pra që u shpërndan shkonin në rreth e përqark duke shpallur fjalën. Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samaris dhe u predikoi atyre Krishtin. Dhe turmat me një mendje të vetme u kushtonin vëmendje gjërave që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë shenja që ai bënte. Sepse frymëra të ndyra dilnin nga shumë veta që ishin të pushtuar, duke bërtitur dhe me zë të lartë, dhe shumë të paralizuara të qalë u shëruan. Dhe në ato qytet u bë një gëzim i madh. Prej kohësh në atë qytet ishte një farburri që quhej Simon,
i cili bënte magji dhe i bënte të çuditëshin njerëzit e Samarisë duke thënë se ishte njeri i madh. Dhe të gjithë, nga i vogli e deri tek i madh, i kushtonin vëmendje duke thënë, ky është fuqia e madhe e Perëndisë. Dhe i kushtonin vëmendje, sepse prej një kohe të gjatë ai kishte mahnitur me magjit. Por kur i besuan Filipit që shpalli lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, u pagzuan burra dhe gra. Besoi edhe Simoni vet, dhe si u pagzua rrinte vazhdimisht me Filipin dhe çuditej duke parë veprat e fuqishme dhe shenjat që ishin bërë. Dhe apostujt në Jeruzalem, kur dëgjuan se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndisë, u dërguan atyre Pjetrin dhe Gjonin, të cilët si zbriten u lutën për ta që të merrnin frymën e shenjtë, sepse ende nuk kishte zbritur mbi asnjërin prej tyre, por vetëm ishin pagzuar në emrin e Zotit Jezus. Atëherë vunduar mbi ta dhe ata merrnin frymën e shenjtë. Dhe Simoni, kur pase me dhënien e duarve të apostujve jepej fryma e shenjtë, u ofroi atyre para duke thënë, më jepni edhe mua këtë pushtet, që ai mbi të cilin do të vë duart të marr frymën e shenjtë. Por Pietri i tha, le të humbas paraja jote dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund ta fitosh me para dhuntin e Perëndisë. Ti nuk ke as pjesë as short në këtë fjalë, sepse zemra jote nuk është e drejtë përpara Perëndisë. Pendohu pra për këtë ligësinë tënde dhe lutju Perëndisë që ndoshta të mund të falet synimi i zemrës sate, sepse unë të shoh se je në vrerë hitësie dhe në prangat e paudhësisë. Dhe Simoni duke u përgjigjur tha, lutuni ju Zotit për mua, që të mos më ndodha asgjë nga ato që thatë. Ata pra pasi dhanë dëshmi dhe predikuan fjalën e Zotit, u kthyen në Jeruzalem, mbasi u ngjillizuan shumë fshatra të samaritanëve. Dhe një ëngjëll i Zotit i foli Filipit duke i thënë, ngrihu dhe shko drejt jugut në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza, ajo është e shkretë. Ajo ngrit dhe u nis. Dhe janë një burrë Etiopas, Eunuk, një zyrtar i lartë i Kandaces, mbretëreshës e Etiopis, përgjegjësi të gjithë thesarëve të saj, i cili kishte ardhur në Jeruzalem për të adhuruar, tani ai po kthehej dhe i ulur në karrocën e vet, lexonte profetin Isaia. Dhe fryma i tha Filipit, afrohu dhe ngjitju asaj karroceje. Filipi u turr afër dhe dëgjoi atë duke lexuar profetin Isaia dhe tha, a e kupton valla atë që lexon? Ai tha, e si do të mundi apo spata një që të më udhëzoj? Dhe i u lut Filipit të hip dhe të ulet pranë tij. Dhe pjesa e shkrimit që ai po lexonte ishte kjo. Ato e quan si delja për të therrur, dhe ashtu si qengji është me mec përpara qethtarit, ashtu ai nuk e hapi gojën e tij. Në përuljen e tij u ngrit gjyshi i tij. Po kush do të mund ta përshkruaj brezin e tij, sepse jeta e tij ngrihet nga toka. Dhe eunuku duke u përgjigjur Filipit tha, të lutem, për kë e thot profeti këtë? Për veten apo për ndonjë tjetër? Atëherë Filipi hapi gojën e tij dhe duke filluar nga ky shkrim, i shpalli Jezusin. Dhe ndërsa po vazhdonin rrugën, arritën në një vend me ujë, dhe eunuku tha, ja ujë, çfarë më pengon të pagzohem? Dhe Filipi tha, nëse ti beson me gjithë zemër, mund ta bësh. Dhe ai u përgjigj duke thënë, unë besoj se Jezu Krishti është biri i Perëndisë. Dhe urdhëroi të ndalet karroca dhe të dy, Filipi dhe eunuku, zbritën në ujë dhe ai e pagzoi. Kur dolën nga ujë, fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më, por e vazhdoi rrugën e tij me gëzim. Por Filipi u gjet në Azot dhe duke përshkuar u ngjillizoi të gjitha qytetet derisa arriti në Cezare. Jeremia, kapitulli 17. Mëkati i Judës është shkruar me një stilo hekuri, është gërvishtur me një maj diamanti mbi rrasën e zemrës së tyre dhe mbi brirët e altarëve tuaj. Edhe djemtë e tyre mbajnë mend altarët dhe asherimet e tyre pranë drurëve të gjelbër mbi kodrat e larta. O mali im në ara, unë do t'ja braktis plaçkitjes pasuritë e tua, tërë thesaret e tua dhe vendet e tua të larta, për shkak të mëkatit që është i pranishëm në tërë territorin tënd. Kështu për fajin tënd do të humbasësh trashëgimin që të kisha dhënë dhe do të bëj që të shërbesh armiqve të tu në një vend që ti nuk e njeh, sepse keni ndezur një zjarr në zemrimin tim që do të flakëroj përgjithënjë. Kështu thot Zoti, mallkuar qoftë njeriu që ka besim te njeriu dhe e bën mishin për krahun e tij dhe zemrat e cilit largohet nga Zoti.
Ai do të jetë si një bruk në shkret e tir, kur vjen e mira nuk ka për ta parë. Do të banoj në vende të thata në shkret e tir, në një tokë të kripur pa banor. Luma e njëri që beson te Zoti dhe besimit e cilit është Zoti. Ai do të jetë si një pemë mbjellë pranë ujit që i shtrin rrënjët e tij gjatë lumit. Nuk do ta ndjej kur vjen vapa dhe gjethet e tij do të mbeten të gjelbra. Në vitin e thatësirës nuk do të ketë asnjë shqetësim dhe do të vazhdoj të mbaj fryte. Zemra gënjet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmurët në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? Unë, Zoti, hetoj zemrën dhe në provë mendjen për t'i dhënë secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të veprimeve të tij. Kush fiton pasurinë në mënyrë të padrejtë është si thallëza që ngrovez, që nuk i ka bërë vet. Në mes të ditëve të tij ka për t'i lënë dhe në fund do të gjendet i shushatur. Froni i lavdisë është shkëlqyer që në fillim është vendi shëndëror son. O Zot, shpresa e Izraelit, tërë ata që të braktisin do të tërpërohen, ata që largohen nga unë do të jenë të shkruar në tokë sepse e kanë braktisur Zotin, burimin e ujit të gjallë. Shërohem o Zot dhe do të shërohem, shpëtohem dhe do të shpëtoj sepse ti je i lavdia ime. Ja ata më thonë, ku është fjala e Zotit? Le të përmbushet tani. Megjithatë unë nuk refuzova të jem bariu i tyre, duke të ndjekur ty, as dëshirova ditën e kopshme. Ti e di atë që doli nga goja ime sepse bëhej në praninë tënde. Mos u bëj për mua një frikë, ti e streha ime ditën e fatkeqësisë. Qofshin të turpëruar për ndjekësit e mi, por mos qofsha unë i turpëruar. Qofshin të turpëruar ata, por mos qofsha i turpëruar unë. Sill mbi ta ditën e fatkeqësisë dhe shkatroj me një shkatërim të dyfisht. Kështu më ka thënë Zoti. Shko dhe ndalu te porta e bijve të popullit nëpër të cilën hyjnë dhe dalin mbretërit e Judës dhe pranë të gjitha portave të Jeruzalemit dhe u thuaj atyre: Dëgjoni fjalën e Zotit o mbretër të Judës dhe tërë Juda dhe ju të gjithë banorët e Jeruzalemit që hyni nëpër këto porta. Kështu thot Zoti: Kujdesuni për veten tuaj dhe mos mbartni asnjë peshë dhe mos e futni nëpër portat e Jeruzalemit ditën e Shabatit. Mos mbartni asnjë peshë jashtë shtëpive tuaja dhe mos kryeni asnjë punë ditën e Shabatit, por shenjtëroni ditën e Shabatit ashtu siç i kam urdhëruar etrit tuaj. Por ata nuk dëgjuan as i vun veshin, por ngurtësuan zverkun e tyre për të mos dëgjuar dhe për të mos pranuar mësime. Kështu do të ndodhë që në qoftë se do të dëgjoni me kujdes, thot Zoti, në rast se bëni që të mos hyjë asnjë peshë nëpër portat e këtij qyteti ditën e Shabatit, por ta shenjtëroni ditën e Shabatit dhe nuk do të bëni asnjë punë gjatë asaj dite, atëherë mbretërit dhe princat që rrin ulur mbi fronin e Davidit do të hyjnë nga portat e këtij qyteti të hipur mbi qerre dhe mbi kuaj. Ata, princat e tyre, njerëzit e Judës dhe banorët e Jeruzalemit, dhe ky qytet do të banohet për jetë. Do të vinë pastaj nga qytetet e Judës, nga rrethinat e Jeruzalemit, nga vendi i Benjaminit, nga ultësira, nga male dhe nga Negevi, duke sjellë holokauste, flijime, blatime ushqimore dhe temjan, dhe duke ofruar flijime falënderimi në shtëpinë e Zotit. Por në rast se nuk do të më dëgjoni, duke shenjtëruar ditën e Shabatit, duke mos mbartur pesha dhe duke mos i futur nëpër portat e Jeruzalemit ditën e Shabatit, unë do të ndez një zjarr në portat e tij. Ai do të përpi pallatet e Jeruzalemit dhe nuk do të shuhet. Marku, kapitulli 3. Dhe ai hyri përsëri në sinagogë dhe aty ishte një njeri që kishte një dorë të tharë. Dhe ata po e ruanin nëse do ta shëronte ditën e Shabatit, që pastaj ta paditnin. Dhe ai tha njeriu që e kishte dorën të tharë: "Çohu në mes të të gjithëve." Dhe u tha atyre: "A është e lejueshme në ditët e Shabatit të bësh të mirë apo të keqe, të shpëtosh një jetë apo ta vrasësh?" Por ata heshtnin. Atëherë ai, si shikoi rreth e qark me zemërim, i hidhëruar për ngurtësinë e zemrës së tyre, i tha atij njeriu: "Shtrije dorën tënde." Dhe ai e shtriu dhe dora e tij u rregullua e shëndosh si tjetra. Dhe farisejt dolin jashtë e menjëherë bënin këshill bashkë me herodianët kundër tij se si ta vrasin. Dhe Jezusi me dishepujt e vet u tërhoq drejt detit, dhe një turmë e madhe nga Galilea i ndoqi, edhe nga Judea, edhe nga Jeruzalemi, nga Idumea, nga përtej Jordanit. Gjithashtu një turmë e madhe nga rrethinat e Tiros dhe të Sidonit erdhi tek ai kur dëgjoi çfarë ai bënte. Dhe ai u tha dishepujve të tij të kenë gati një bark për shkak të turmës që të mos e shtynte. Duke qenë se ai kishte shëruar shumë veta, të gjithë që kishin sëmundje dyndeshin rreth tij që ta preknin. Dhe frymërat e ndyra, kur e shihnin, binin përmbys para tij dhe bërtisnin duke thënë: "Ti je biri i Perëndis." Por ai i qortoi rreptësisht që të mos e bënin të njohur atë. Pastaj ai u ngjit në mal dhe thirrri pranë vetes ata që deshi. Dhe ata erdhën tek ai. Dhe ai caktoi 12 që të rrinin me të dhe t'i dërgonte të predikojnë. Dhe të kishin pushtet të shëronin sëmundjet
dhe të dobonin demonët. Dhe Simonit ja vuri emrin Pjetër. Dhe Jakobit, birit të Zebedeut dhe Gjonit vëllait Jakobit u avuri emrin Boanerges, që do të thotë bi të bubullimës. Dhe Andrea, Filipi, Bartolomeo, Mateo, Thomai, Jakobi i Alfeut, Tadeu, Simon Kananeasi dhe Juda Iskarioti, i cili edhe e tradhtoi. Pastaj hynë në një shtëpi dhe u mblodh përsëri një turm aq e madhe sa që as bukë s'mund të hanin. Dhe kur të afërmit e tij e morën vesh, shkuan ta marrin atë sepse ata thanë, nuk është në vete. Kurse skribët që kishin zbritur nga Jeruzalemi thoshin, ai ka Belzebubin dhe i dëbon demonet me kreun e demonëve. Dhe ai thiri pranë vetes dhe u foli me anë të shëmbëltyrave. Si mundet që Satani të dëbojë Satanin? Dhe në qoftë se një mbretëri është e përçarë në vetvete, ajo mbretëri nuk mund të qëndrojë. Dhe në qoftë se një shtëpi përçahet në vetvete, ajo shtëpi nuk mund të qëndrojë. Kështu nëse Satani ngrihet kundër vetes dhe është përçarë, nuk qëndron dot, por i vjen fundi. Askush nuk mund të hyjë në shtëpinë e të fortit dhe t'ia grabit sendet e tij, pa e lidhur më parë të fortin, dhe atëherë mund t'ia grabit shtëpinë. Në të vërtetë po ju them se bijve të njerëzve do të falen të gjitha mëkatet dhe çdo blasfemi që do të thonë, po për atë që do të blasfemoj kundër frymës së shenjtë, nuk do të ketë falje përjet. Ai është fajtor për dënim të përjetshëm, sepse ata thoshin, ai ka një frymë të ndyrë. Ndërkaq erdhën vëllezërit e tij dhe ëma dhe si ndaluan përjashtë ta dërguan ta tharrasin. Dhe turma ishte ulur përreth tij dhe i thanë, ja, nëna jote dhe vëllezërit e tu janë përjashta dhe po të kërkojnë. Por ai u përgjigj atyre duke thënë, kush është nëna ime ose vëllezërit e mi? Dhe duke vështruar rreth e qark ata që ishin ulur rreth tij tha, ja nëna ime dhe vëllezërit e mi. Sepse kushdo që bën vullnetin e Perëndis, ai është vëlla im, motra ime dhe nëna.